رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله نفلندرoj prej tij falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin ata me të mira deri ditën e Kiametit. Padyshim se thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja është një bosh madhështor I fesë Allahut Azza wa Jall. Po është detyra, profesioni I gjithë pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall, me të cilën I porositi Allahu edhe I dërgoi me ta. Po mos kishte qenë thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja, padyshim se edhe mesazhi I Allahut në tokë nuk kishte pas për hap. Po mos kishte qenë thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja do të ishte prezente kurse e mira do të largoheshte. Për këtë arsye, thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja, pozitën në fenë Allahut Azza wa Jall e ka madhështore. Thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja është ruajtës e akidës e besimit, mbrojtëse e mirësisë, krenari për këtë ummet, edhe po ashtu Allahu e bëri që të ndërlidhet nëse besimtari ngritet edhe e kryen këtë detyrshmëri që për të jetë shpëtim në këtë dunjë edhe në ahiret. Allah Azza wa Jall thot: "Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khairi, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Thot Allah Azza wa Jall, le dalë një grup nga ju, I cili do të thërret në të mirë apo do të thërret në mirësi, që thërrasin në të mirë edhe ndalojnë nga e keqja, dhe ata gjëgjësisht janë të shpëtuarit. Allah Azza wa Jall po ashtu thirrje të mirë edhe ndalimi nga e keqja e bëri që të ketë pozitë shumë të lartë në këtë fe, derisa me një ajet tekstualisht I dha përparësi para imanit. Thot Allah Azza wa Jall: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Thot Allah Azza wa Jall se ju jeni ummeti më I mirë që keni dalë, thirrni të mirë edhe ndaloni nga e keqja dhe ju I besoni Allahut. Po ashtu me një ajet tjetër, Allah Azza wa Jall thirrjes mirë edhe ndalimin nga e keqja I dha përparësi para namazit edhe para zekatit, edhe na bëri me dije se çfarë vlere edhe pozite ka thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja. Për këtë arsye disa nga dietarët madje e cekën se thirrja të mirë ndalimi nga e keqja është shtylla e gjashtë e kësaj feje të Allahut Azza wa Jall. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Thot Allah Azza wa Jall, besimtarët edhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Ata thirrin të mirë, ndalojnë nga e keqja, e falin namazin, e japin zekatin, I nënshtrohen urdhave të Allahut dhe urdhave të dërguarit të Allahut. Pra Allah në këtë ajet, siç e pam, I dha përparësi thirrjes të mirë edhe ndalimin nga e keqja para namazit edhe po ashtu para dhënjes së zekatit, për cilët se erdhi një njeri tek Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu, edhe I tha: "Ja Emir, tha unë tha I kryj gjitha mirësit përveç se 2 mirësive, ose përveç se 2 cilësive, e cilat janë ato?" Tha: "Thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja." Omeri radhiyallahu anhu I tha se ti, tha vetëm se I ke zhdukur, I ke humbur 2 shigjeta nga shigjetat e Islamit. Për këtë arsye thot, ose Allahu do ta fal, ose Allahu do të ndëshkon për atë që e ke bërë. Me këtë na bën me dije se çfarë peshë dhe çfarë pozite ka edhe çfarë rëndësie ka thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja, qoftë ajo për individin, qoftë ajo për shoqëritë, ose qoftë ajo për popujt ku jetojnë. Po mos kishte qenë thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja, tek ne do të bisondonte shirku e jo tauhidi. Po mos kishte qenë thirrja të mirë ndalimi nga e keqja, gjitha gjunohet të cilat ne I dim do të ishin prezente në për familjet e tona, edhe pse një numër I madh I tyre ekzistojnë. Mirë po fal thirrjes mirë edhe ndalimin nga e keqja, nga disa që ngriten edhe thirrin të mirë edhe ndalojnë nga e keqja, edhe kanë brengën e kësaj feje, padyshim se ato largohen. Kjo është shpëtim për besimtarin. Nëse besimtari dëshiron sukses, nëse besimtari dëshiron që të jetë I lumtur në këtë dunjë edhe në ahiret,
patjetër e ka që thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja. Ai njeri I cili nuk thirr të mirë edhe nuk ndalon nga e keqja, le ta din se mëkatet kanë për të përhapur. Edhe ai nuk do të qenë vetëm se pjesëmarrës në ndëshkimin e Allahut, po do të qenë pjesëmarrës të gjithë ata të cilët e bëjnë gjunohin, madje edhe ata të cilët janë prezent aty, janë të mirë, mirë po nuk thirrin të mirë edhe nuk ndalojnë nga e keqja. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullah, thotë se thirrja të mirë edhe ndalimi nga e keqja është detyrim kolektiv, pra nuk është detyrim individual. Mirë po çdo individ I këtij ummetit është I thirrur që thirrën të mirë edhe ndalojnë nga e keqja sipas mundësisë të cilën ai e ka. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymija cek edhe thot me një vend tjetër, kur fol për kriterin e thirrjes mirë edhe ndalimin nga e keqja, thotë se njeriu duhet para se të dalë thirrjet mirë ndalojnë nga e keqja që ti vetëdijshëm se çfarë vepron. Nga se ka mundësi ajo thirrja e tij ose ndalimi I tij nga e keqja ta sjellë një dëm edhe më të madh. Shembull, Sheikhul Islam thotë, nëse një njeri del shoqëri, edhe e shef një njeri duke pi alkool, edhe merr ja pret dorën ose e ndëshkon, ose e shef një njeri I cili është duke vjedh, edhe shkon ja jep ndëshkimet e Islamit, po ashtu e shef një tjetër duke bërë imoralitet, pra e shef duke bërë mëkate, edhe ti shkon vet edhe ndëshkon atë njeri, thotë ti me këtë vetëm se ki bë dëm, për arsye se ajo nuk është detyrë e jotja. Ajo është detyrë e institucionit të shtetit. Pra shteti ka institucion I cili merret me ato mëkate të cilat janë haptas në shoqëri. Kurse ti si besimtar, si individ, je I detyruar me dal me thirr të mirë në shtëpinë tënde, në familjen tënde, edhe në shoqëri jashtë, sa I ke mundësitë e tua, mirë po jo mos I tejkalu ato, për arsye se ka mundësi që të vijë dëmi edhe më I madh. E nëse dëmi më I madh vije, kur ti thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja, atëherë ti vetëm se nuk ja ke qellu, po ti ke gabu. Thotë Sheikhul Islam Ibn Qayyim për Sheikhul Islam Ibn Taymija një rast interesant I cili ndërlidh me këtë rast. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija në kohën e tatarëve, ta kishte pas dalë me shokët e vet. Edhe rrugës ta I pa tatar duke pi alkool, ishin pas dehur. Edhe shokët e tij dulën edhe I amohuan apo u amohuan atë keqe të cilin ata e bënin. Sheikhul Islam Ibn Taymija ju foli dhe ju tha: Allahu e ndaloi alkoolin për hir të asaj se largon nga përmendja Allahut dhe nga namazi, kurse këta të cilët janë deh, këta pengohen për shkak dehjes, nga vjedhja e pasurisë së muslimanëve, nga dhunimi I motrave muslimanëve, edhe nga vrasja e muslimanëve. Për këtë arsye, leja ashtu në të rrim. Por njeriu duhet me qenë domethënë I kuptueshëm ose ta kupton mirë thirrjen të mirë edhe ndalimin nga e keqja. Po ashtu thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, thotë në përgjithësi, thirrja e mirë dhe ndalimi nga e keqja është detyrim kolektiv. Mirë po thotë, nëse një individ mendon se tjetri nuk e kryen detyrshmërinë e tij si duhet, edhe ai ka mundësi, atëherë detyrohet ai vet që të ngritet edhe thirr të mirë ndalon nga e keqja sipas mundësisë së tij. E nëse nuk ngritet me thirr të mirë edhe me ndalun nga e keqja, atëherë ai njeri vetëm se I ka bërë gjuna Allahut, pejgamberit të tij, madje ai njeri është mëkatar, madje thotë Sheikhul Islam ka mundësi që të bën edhe kufër, edhe del prej fesë Allahut azza xal. Edhe vazhdon Sheikhul Islam thotë se njeriu kur thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja, duhet ta dinë se duhet me thirr me mirësi, me ndalu me mirësi, me thirr me drejtësi, me ndalu me drejtësi, me qenë I dishëm për atë çka thret edhe me qenë I dishëm për atë çka ndalon. Edhe e cek ajetin ku Luqmani birit të vet I thot: "Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Thotë o birim, thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja, edhe dije se ka mundësi në këtë rrugë që të godasin shumë të këqija, edhe kjo është realiteti I atij që thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja. Për këtë arsye, mos mendon një njeri I cili thret të mirë edhe ndalon nga e keqja se rrugët e tij do t'i shtrihen me lule edhe do të vazhdon ashtu suksesi I tij ndavet. Përkundrazi, rrugët e tij do të qenë shumë të vështira. Thirrja të mirë ndalimi nga e keqja nuk është e lehtë, është shumë e rëndë. Për këtë arsye, kur I dha Luqmani birit të vet, I dha atursi, tha dije se ti kur tharasisht mirë edhe kur të ndalosh nga e keqja, dije se ke për më goditur me sprova të ndryshme, tha ban durim o biri im, për arsye se inna dhalika min azmil umur, për arsye se me të vërtetë kjo është thelbi I patundur I të gjitha punëve të hajrit. Thot Sheikhul Abdulaziz, apo thot Sheikh Abdulaziz Ibn Baz rahimullah, thot me një periudhë kur hoxhallarët janë pak, dietarët janë pak, thirrsat janë numër të vogël, kurse ignoranca është përhapur tepër, e keqja është përhapur tepër, nuk thirret mirë dhe nuk ndalohet nga e keqja. Atëherë detyrohet çdo individ I këtij umetit që të ngritet edhe thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja.
sipas mundësive të cilat ai posedon. E nëse ti nuk ngritesh me thirr të mirë edhe me ndalu nga e keqja, atëherë duhet ta dish se ti ka mundësi që të biesh në gjuna. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije për disa të cilët shpifin disa mendime ose disa bindje kënd se ata nuk dalin me thirr të mirë, edhe me ndalu nga e keqja nga se ka mundësi që të bien fitnë. Edhe cekin se ne nuk dalim me thirr të mirë, edhe ndalojmë nga e keqja për arsye se ne ka mundësi që të sprovohemi me fitnë të ndryshme. Për këtë arsye ne tërhiqemi plotësisht edhe le të vazhdon karavani i shoqërisë ashtu. Sheikhul Islam Ibn Taymije për këto thotë se ka njerëz të cilët largohen nga thirrja të mirë dhe nga dalimi nga e keqja, edhe nga lufta për hir të Allahut azza xhel, edhe pse tëra feja bazohet mbi këto. Edhe thotë se Sheikhul Islam Ibn Taymije ata njerëz vinë me argumente kinse do të bien sprov. Edhe thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije se ata njerëz janë fetar, pra të cilët e adhurojnë Allahun, mirë po nuk dalin me thirr të mirë me ndalu nga e keqja. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, le ta din ata se ata kanë ra në sprov më të rëndë se sa nga ajo që pretendonin se po hikin prej saj. Pra ata ja kanë frikën se do të bin fitnën e dunjas, fitnën e grave, fitnën e pasurisë. E po mirë, nëse ti nuk i thirr të mirë, nuk dalon nga e keqja, kush ka mundësi ti largon ato motra shkën të zbuluara? Nëse ti nuk thirr të mirë, nuk dalon nga e keqja, kush ka mundësi ta largon alkoolin prej dyqaneve? Nëse ti nuk thirr të mirë, ndalon nga e keqja, kush ka mundësi ti largon shtëpi publike? Askush. Përveç se ti. Edhe gjitha ato pretendimet e tua, kënd se ti je mirë, kurse qertë duhet me vazhdu vetë, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, kjo është fitnë edhe më e rëndë se sa ajo ti që pretendon edhe se sa ajo ti që ik prej saj. Për këtë arsye ai njeriu i cili e shef një të keqe, edhe nuk e largon atë keqe, madje është i kënaqur me veprimin asaj të keqe, le ta di se cila se ajo është pjesëmarrës në të. Allah Azza wa Jalla thotë: "Idha sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahzau biha, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghayri." Thotë nëse ju i dëgjoni njerëzit se bëjnë kufër, i mohojnë ajetet e Allahut, i mohojnë argumentet e Allahut, dhe ata tallen me argumentet me fenë e Allahut, edhe ju rrini me ta, thotë Allah Azza wa Jalla, ju patjetër duhet që të largoheni nëse ata nuk e ndryshojnë muhabetin. Për arsye se nëse ju rrini me ta, dini se edhe ju jeni pjesëmarrës i tyre. Shembull praktik, këto ditë kemi pas disa festa, të cilat nuk janë tonët, janë krishterëve, edhe muslimanë kanë marrë pjesë, shumica e tyre kanë marrë pjesë me ta. Disa me vedije, disa pa vedije, disa me ignorancë, disa me dije. Mirë po sidoqoftë, le ta dinë gjithë ata, të cilët kanë qenë pjesëmarrës në ato net, edhe kanë qenë pjesëmarrës në ato mezhlise ku e kanë festu atë nat ose i kanë festu krishtlindjet e krishterëve. Le ta dinë se ata, nëse nuk kanë qenë të detyruar që të prezantojnë ato mezhlise, ata janë njëjtë mëkatar sikur se ata, gjunohun ashtu siç e kanë marrë ata, do ta marrin njëjtë edhe ata. Edhe pse vetveta si thonë se ne jemi musliman. Thot Imam El Kurtubi, thot se le ta dinë çdo njeri i cili ulet me një mezhlis ku i bëhet gjuna Allahut, le ta dinë se gjunohun ka për me marr edhe ajt. Edhe detyrohet çdo musliman që kur e shef një tjetër i cili i bën gjuna Allahut, qoftë me gjuhën e tij ose me veprat e tij, ai nëse nuk ka mundësi ti mohon, duhet patjetër që të ngritet nga ai mezhlis. Patjetër. Nëse ti nuk ke mundësi me ndryshu gjendjen tënde, shtëpinë tënde, largo prej aty. Shodhon veti, largo prej shtëpisë. Ata le të festojnë, le të bie dënimi i Allahut mbi ta. E jo që mbetet ti tregojsh atyre se ju jeni duke i bërë gjuna Allahut dhe se kjo nuk ka lidhje me fen Allahut. Mirë po ju mos qëndroni në atë vend. Për këtë arsye muslimani fillimisht duhet që ta dinë se thirrja të mirë edhe ndalimin nga e keqja nuk vjen vetvetiu. Ajo që ka nxit besimtarin është që shpreson në shpërblimin e Allahut nëse thirr të mirë, ose t'ia ketë frikën dëshimit të Allahut nëse e shef se është duke bërë një gjuna. Nganjëherë zemrimi për hir të Allahut, për arsye se te kalon kufit të Allahut, e bën besimtarin që të ngritet edhe thirr të mirë ndalon nga e keqja. Nganjëherë ndodh që besimtari thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja, kur e shef vëllahun e vet se ai është duke e bërë një gjuna, edhe i vjen shumë keq atij, mëshira e madhe ndaj tij se do ta ndëshkon Allahu, ngritet që ta thirr të mirë edhe ta ndalon nga e keqja. Nganjëherë ndodh që madhështia e Allahut në zemrën e tij ta bën që të ngritet edhe thirr të mirë edhe të ndalon nga e keqja. Në gjitha rastet besimtari duhet që të vetëdijshëm, se duhet që thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja me butësi, me urtësi edhe me dituri. Mos je shkak i largimit të një njeriu nga veprimi i mirë ose nga feja e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye thot edhe Sufjan el-Thauri, thot se nuk thirr të mirë besimtari ose nuk dalon nga e keqja
përveç se në 3 raste ose 3 veta, ai i cili thirr me but edhe ndalon me but, ai i cili me drejtësi thirr edhe ndalon me drejtësi, edhe ai i cili kur thret është dietar në atë çka thret edhe dietar në atë çka ndalon. Kurse e cek Imam Ahmedi edhe thot se besimtari duhet me qenë i vetëdijshëm kur thirr, mos jetë i vrazhdot, mos jetë i ashpër, po jetë i butë në atë çka thirr. Përveç ai njeriu i cili nxjerr hatazi gjunohat e tij, edhe njerëzit gjithë e dinë, për ta ka qera dispozita. Edhe e cek rastin e shokëve të Abdullah ibn Mesudit, ku thot se ata kur dinin thrasin të mirë edhe ndalojnë nga e keqja, ata njerëzve u atërheqin varreqen me buçi. Edhe e cek edhe thot se shokët e Abdullah ibn Mesudit njerëzve u thonin, ngadal Allahu ju mëshiroft, ngadal Allahu ju mëshiroft. Për largonin nga ky gjuna edhe e këshillonin ashtu siç e meriton. Kurse e cek Imam Nevaviu thot se thrat mirë edhe ndalon nga e keqja ai njeriu i cili është i ditur për dispozitat e fesë Allahut azza wa xal. Mirë, po kjo thot varet nga gjendja edhe nga pozita shoqëri. Nëse gjunahet janë të hapura, pra falja namazit, është pyetje lënia e zakatit, është pyetje zinaja, është pyetje alkooli, janë pyetje disa gjunaje të cilët krejt besimtarët i dinë. Edhe ato janë haptazi. Atëherë çdo besimtar ka mundësi që të shkon thirr të ndalon nga e keqja. Nga sa e di se zinaja është haram, e di se shirku është haram, e di se bërja i moralitetit është haram, pirja e alkoolit është haram. E ti çka dush me bë? A dush me ndet apo milon ashtu shoqëri? Duhesh me shku me thirr të mirë dhe me ndalun nga e keqja. Kurse thot disa gjëra ju në viu, ato i takojnë hoxhallarëve për arsye se ato janë të veçanta, edhe me to ka mundësi që të merren vetëm se ata, edhe nëse ndërhyjnë xhamati ose popullin në përgjithësi, atëherë ka mundësi që të bëjnë dëm edhe më tepër. Ajo ne çka e varrejmë si dukurinë për shoqëritë tona. Ne jemi gjithë dëshmitar se thirrja të mirë ndalimi nga e keqja ka kuptim ndryshe karshi asaj që e ka sjellë Allahu në Kur'an. Nga se thirrja të mirë ndalimi nga e keqja për shoqërinë tonë për momentin është diçka e keqe. Nga se ti kur thirr edhe ndalon nga e keqja, ata i pengon nga kënaqësit, nga epshet, nga pasionet, edhe ata pretendojnë se ti duke i larguar nga feja baballarëve të tyre. Kjo nuk është e vërtetë. Parasysh se thirrja të mirë ndalimi nga e keqja unë e ceka se është stema e muslimanit, është parulla e muslimanit, cilësia e besimtarit. Muslimani thirr të mirë kur e shef se është përhap një e keqe, ndalon nga e keqja kur e shef se ka nevojë që ndalohet. Për këtë arsye, nëse në një shoqëri ka thirrje të mirë ndalim nga e keqja, ajo shoqëri është në hajër. Nëse me një shoqëri nuk ka thirrje të mirë ndalim nga e keqja, asoj shoqëria i kanoset rreziku nga dëshimet e Allahut. Shoqëria jon është në këtë pozitë. Edhe kjo është arsyeja se pse i vijnë shumë gjunaje. Edhe janë të përhapura shumë mëkate. Nga sa ata që thirrin të mirë ndalon nga e keqja, etiketohen se janë ekstremista. Etiketohen me terme të ndryshme të shpikura, kinë se këta kanë dalë me fe të re. Madje karavanit të tyre i bashkangjiten atë disa xhallar, të cilët pretendojnë se e dojnë fen, mirë po, nuk janë të interesuar me thirr të mirë me ndalon nga e keqja. Ata dojnë me majt pozitet e veta, vendet e veta, edhe me qenë aty, edhe mos me fol për këtë fe të Allahut azza wa xal, ashtu. Për këtë arsye, Imam Ahmeti e ka sjellë një shembull shumë madhështor. E cek Abdullah ibn Sali Batrus. Tha se dëgjova Ahmed ibn Hanbelin duke më cek disa raste. Edhe më tha, ja Ebu Hafs di tha se ka marrë një periudhë kur besimtari në shoqëri ka më qenë sikurse ngolsir, sikurse çoftin. Kurse munafiku ka më qenë më i miri, edhe do t'i bëhet me gisht. Edhe i tha si ka mundësi besimtari që të konsiderohet ngolsir, kurse munafiku që i mirë t'i bëhet me gisht. Tha ja Ebu Hafs, tha thirrja të mirë ose çështjet e Allahut, a ditë do të qenë preokupim i tepërt për ta. Tha besimtari kur e shef një të mirë, ose kur e shef se duhet me dalë me thirr të mirë, edhe me ndalu nga e keqja, ai i pari është i cili shkon me thirr të mirë, dalon nga e keqja. Kurse munafiku kur e shef, thot ai fare nuk hezit ose fare nuk mërzitet, pse ndodhin ato të këqija, edhe nuk përhapet e mira, edhe shoqëria kreqan të kënaqur prej tij. Edhe ja bën shikone atë sa i mirë që ka. Edhe ai që ka me mjekër, mirë pa nuk qen ka sikur se ti ekstremist. Për arsye se ai neve po na lë, ashtu na shka dojmë me bë. Thot a bëshe filan hoxha shumë i mirë, pse për arsye se ai nuk po fol për fe. Ai neve po na lë, ne ta festojmë vitin e ri, ti festojmë festa të tjera, ta pim alkoolin, ti bëjmë gjitha qerat. Ai është më i mirë. E në fakt, Imam Ahmeti thotë se ai njeriu është munafik. Nga se njerëzit kur kënaqen me të, dije se është rrezik shumë i madh. Për këtë arsye Sufjan e Thauri e cek edhe thotë se nëse komshit e tu gjithë janë të kënaqur me ti, edhe e cekin se ti je më i miri, dije se ti je më i keqi. Nga se nuk ka mundësi që të kënaqen gjithë, përveç se atëherë ti kur a bën qefin atyre. E kur a bën qefin të atyre? Vetëm sa atëherë kur i lë që ata të kënaqen në gjunohet e tyre. Ata e kanë harruar shkretit.
Se thirrja të mirë, ndalimi nga e keqja është dallimi mes cilësive të besimtarëve dhe munafikëve. Allahu Azza wa Jalla thot: "Wal mu'minu wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Thot se besimtarët dhe besimtarët janë miq të njëri tjetrit. Ata thirrin të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Kurse nga cilësitë e munafikëve, thot Allahu Azza wa Jalla: "Wal munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd." Thot se munafiqët edhe munafiqët nga gratë, thot ata janë të ngjajshëm. Ya'muruna bil munkar, apo thot Allahu Azza wa Jalla: "Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf." Ata thirrin keq edhe pengojnë nga e mira. Kjo është cilësia e munafikëve. E lut Allahu Azza wa Jalla që ta bën nga ata që thirrin të mirë edhe ndalojnë nga e keqja, dhe lut Allahu që të na mbron nga këto cilësi të fllihura. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ne gjithë e dimi se besimtari qëllimi i tij është të adhuron Allahut, t'i bën sa më tepër nështrime dhe t'i afrohet Allahut sa më tepër. Padyshim se një ndër adhurimet më madhështore që ka mundësi robi t'i afrohet Zotit të vet, është thirrja e mirë edhe ndalimi nga e keqja. Për arsye se thirrja e mirë dhe ndalimi nga e keqja jep shumë fryte. Pra ti nëse thirr të mirë dhe ndalon nga e keqja, ke për mi pa rezultatet e asaj më vonë, ose ke për mi pa në terren me lejen e Allahut. Fillimisht si fryt i parë ne e dimi gjithë se thirrja e mirë edhe ndalimi nga e keqja është detyra, profesioni i gjithë pejgamberëve të Allahut Azza wa Jalla. Madje konsiderohet cilësia e veçantë e hapur veprore që e kanë dhënë vepra. Thot Allahu Azza wa Jalla: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu taghut." Thot se ne kemi dërguar çdo ummetit pejgamber me qëllim që ata thirrin në fen Allahut, thirrin tauhid, edhe t'i largojnë njerëzit nga adhurimi i tagutit ose nga adhurimi i çdo gjëje që nuk i takon që të adhurohet. Po ashtu fryt tjetër është thirrja të mirë, ndalimi nga e keqja, është cilësia e besimtarëve. Ne cekëm disa nga ajete, kurse një ajet tjetër thot Allahu Azza wa Jalla: "At-ta'ibun", thot ata që janë të penduar, "el-abidun", që adhurojnë Allahun, "el-hamidun", që falenderojnë Allahun, "es-saihun", që agjërojnë, "er-rakiun", që i përkulen Allahut në namaz, "es-sajidun", që i bien sejdë Allahut në namaz, "el-amiruna bil ma'ruf", që thirrin të mirë, "wal nahuna anil munkar", edhe të cilët ndalojnë nga e keqja, "wal hafidhuna li hududillah", edhe ata që i ruajnë kufijtë e Allahut. Thot Allahu, thot wa bashiril mu'minin, thot Allahu jep ju lajm të mirë të gëzueshëm atyre që i posedojnë këto cilësi. Thot Imam El Ghazali, thot le ta dinë gjithë se Allahu i përshkruajti në librin e tij në këtë ajet besimtarët me këto cilësi. E nëse ti je larg cilësisë thirrjes së të mirë edhe ndalimin nga e keqja, dije se ti nuk je pjesëmarrës në këtë ajet, po ti domethënë nuk je i përshkruar me këto ajete që Allahu i ka cilësuar për besimtarët. Po ashtu thirrja e mirë edhe ndalimin nga e keqja si fryt tjetër është se është fokusi i mirësisë i këtij umetit. Ne e cekëm gjithë se ky umet dallohet me diçka. Me çka dallohet? Dallohet me thirrjen e mirë dhe ndalimin nga e keqja. Nëse ne si umet nuk thirrmi të mirë, nuk dalojmë nga e keqja, atëherë ne nuk dallohemi nga popujt e qerë, nga umetet e qerë. Për këtë arsye Allahu Azza wa Jalla ka lavdëruar: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas", ju jeni populli më i mirë. Edhe pse ka mendime se kjo vlen për sahabët, bazekin dietar se kjo është në përgjithësi, ju thirrni të mirë edhe ndaloni nga e keqja, edhe i besoni Allahut. Thot apo përcillet për Omer ibn al-Khattabin se kur ishte në hax, i pa disa njerëz të xhairit devotshëm, edhe u lexoi këtë ajet. Edhe u tha Omeri, tha nëse dëshironi ju që qeni pjesë e këtij umetit, pa që të duni që të realizoni shartin e Allahut. Pra kushin e Allahut, e cili është ai? Nëse ju i besoni Allahut, ju duni thirrje të mirë edhe ndaloni nga e keqja. E katërta nga fryti është se thirrja të mirë, ndalimi nga e keqja është shkak i qëndrueshmërisë tënde në fe. Gjithë besimtarët e dinë se kur thërret mirë dhe ndalon nga e keqja, pra kur bën davet, a forcohesh në iman? Padyshim se forcohesh në iman. Edhe arsyeja e qëndrimit tanë në fenë e Allahut, qëndrueshmërisë tënde në fenë e Allahut, është ti kur thirrët mirë ndalon nga e keqja, përqendrohesh në fenë e Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "Alladhina in makkannahum fil ard", thot ata që ne i përqendruam në tokë, i dham pushtet, wa aqamu salat, edhe falin namazin, edhe japin zakatin, edhe thirrin të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Po ashtu thirrja të mirë, ndalimi nga e keqja është arsye që ti të korrish fitore mbi armikun tan. Nëse ne dëshirojmë fitore, edhe shohmi sepse bereqeti ka qenë i përhapur në kohën e sahabëve. Pse ata kanë pasur shumë fitore, kanë korrur shumë fitore. Pastaj kanë pasur bereqet në përhapjen e fesë. Ktu ka qenë arsyeja. Për arsye se ata kur i kanë shliruar vendet, pastaj janë kapur këtë themel, për këtë bazë.
kanë thirrë të mirë, kanë ndaluar nga e keqja. Derisa kanë thirrë të mirë, kanë ndaluar nga e keqja, ka pas bereqet. Kur e kanë lënë këtërit, atëherë ka ra ummeti edhe ka filluar që të dobësohet. Thot Allah Azza wa Jall, "Wa la yansuranna Allahu man yansuruhu." Allahu ka për mi ndihmu gjithë atyre që ndihmojnë Allahun. Nga se Allahu është kawi, është i fortë, edhe Allahu është aziz, është i plot fuqishëm. Edhe thot Allah Azza wa Jall, "Ne atyre që ju japin pushtetin, nëse ata falin namazin, e japin zekatin, edhe thirrin të mirë, ndalojnë nga e keqja, ne kemi për të përqendruar ata në pushtet." Nëse ti do pushtet, do të qëndroshmëri në fenë Allahut, Allah të kallëzu. Mos mendo se me udhëzimin tënd të ke arrit xhenetin Allahut. Jo. Nëse ti dëshiron të përqendrohesh dhe të vazhdojsh ashtu, patjetër duhet që thirrish mirë ndalosh nga e keqja. Atëherë Allah do të përqendron në fenë e tij. Edhe do stabilizohesh në fenë e tij. Përndryshe, ka mundësi që të provosh me sprova të ndryshme gjatë rrugtimit tan për te Zoti yt, edhe të provosh edhe të dobësohet imani, edhe të biesh prej dinit ose të dobësohesh, domethënë për sa i përket kapjes së fesë. Po ashtu fryt tjetër është se thirrja të ndalimi nga e keqja është stema flamuri i këtij ummetit. Kurse është thyrje edhe është ose i dërmon munafik kur e shohin kët flamur thirrjes mbi ndalimin nga e keqja, aty nuk ju vjen fare mirë, nga sa ata e dinë se atëherë kanë për më largu ose detyrohen që të largojnë harami. Për këtë arsye thot Sufjan al-Thauri, thot ti kur thot mi ndalon nga e keqja, ja forcon shpinën besimtarit, kurse munafikut ja thën hundën e tij. Po ashtu thirrja mi ndalimin nga e keqja ne çekem sa është cilësi e munafikëve. Po ashtu thirrja mi ndalimin nga e keqja i largon belat, edhe i largon fatkeqësitë nga një shoqëri ose nga individi. Dëgjoni fjalën e Ebu Bekrit. Ebu Bekri kur i pa disa njerëz, disa besimtar, musliman, sahabi, me vlerë të madhe, me peshë të madhe, i pa se ata po gëzohen sepse janë të udhëzuar dhe nuk ka mundësi të u bën dëm devijimi i qerve. Çfarë ju tha? U ngret edhe tha, o ju njerëz. Tha ju jeni duke lexuar ajetin ku thot Allah ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yudurrukum man dhalla idha ihtadaytum. O ju që keni besuar, juve s'ka mundësi që u bën dëm askushi, nëse ju jeni në rrugë të drejtë kurse qertë janë të devijuar. Plot prej vëllezërve tan besimtar mendojnë se nëse unë jam i udhëzuar, qertë nuk kanë mundësi të më bëjnë dëm asnjësen. Mirë po shoj tha Ebu Bekri. Tha ju jeni duke e keq kuptuar tha ajetin. Nga se e kam dëgjuar pejgamberin Allah duke thënë se nëse njerëzit e shohin një i padrejt, i cili ka në shoqëri, edhe ban padrejtësi në shoqëri, edhe ju nuk ngriteni ta largoni atë keqe, thirrni mi ndaloni nga e keqja, Allahu do ta nçon dëshkimin mbi këtë mos. Po ashtu thotë Ebu Bekri me një rivajet tjetër, thotë se nuk ka një popull ku me një vend është përhap gjunahu, edhe ti ke mundësi që të ngritesh ta përmirësosh atë gjuna. Mirë po ti rri, për arsye se nxet në shtëpinë tënde. Ja shtoft, nuk të intereson fare se çka ndodh. Thotë edhe nuk ngritesh, a ka mundësi muslimanët ta ndryshojnë. Thotë atëherë le ta dinë se ndëshkimi i Allahut ka për mi përfshi, apo ka për mi përfshi krejt shoqërinë në tërësi. Thotë Ibn al-Arabi, rahimullah, thotë se kjo është fiqh, kuptim i thellë i Ibn Omerit për sa i përket fesë Allahut Azza wa Jall. Për arsye se disa nga gjunahet thotë Allah ka mundësi ti lën për në ahiret, e disa ndëshkimet për ato gjunahet i çon dunjë. Mirë po thotë nëse shihet një gjuna në shoqëri, edhe nuk mohohet ato gjuna, se ai gjuna, thotë Allahu do ta ndëshkon atë popull e do ta përshpejton ndëshkimin atë i popullit me bela të shumta, me marrjen e bereqetit nga pasuritë, me marrjen e bereqetit nga shtëpitë, me mos respektimin e fëmijëve të prindërve, edhe largimin e gjitha të mirave nga shoqëri. Nëse ti dëshiron mi ditë problemet e tona shoqëri, merri këto fjalë të Ebu Bekrit. Meditoj, ke për me pas se krejt problemi që ndron këtu. Nga se ne në për shtëpitë tona nuk i thirrmi prindërit tonë fe. Ne në për shtëpitë tona nuk na intereson fare se çka bëjnë vajzat e tona, çka bëjnë gratë e tona. Ne në për shtëpitë tona jemi dëshmitar se dëgjohet muzika, shikohen seriale të fllishta, shikohen filma të fllesht, bën harame të ndryshme në për të afërmit ton. Neve nuk na intereson fare kjo. Edhe derisa ne kemi mundësi ta ndryshojmë gjendjen tonë, edhe ne nuk e ndryshojmë, dije se Allah ka për me ta marrë bereqetin. Edhe shtëpitë tënde ku jeton ti, edhe në pasurinë tënde, mirë po gjitha qerat të cilat ndërlidhen me bereqetin. Thot apo po ashtu edhe fryt i fundit i cili ndërlidhet me thirrjen mbi ndalimin nga e keqja, është se ka mundësi për shaktirës tënde të mbi ndalimin nga e keqja, Allahu ta pranon duan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose do thirrni të mbi do ndaloni nga e keqja, ose Allah do t'ja dërgon një popull i cili do që mbisundon.
E atëre kam për më ngrit njerëzit e mirë. Përmirësohet gjendja ju, mirë po për kot Allahu nuk ka për më pranu doan atyre. Kjo është gjendja ju. Nëse ti le çka dojnë që të bëjnë, atëre dije se ka marrë një popull i cili ka për më ambicionu. Pastaj mos ta ankojmë, sepse po na bëjnë padrejti, pse po na bëjnë kështu, a janë tonë. E ku e diun çka. Thot Bilal ibn Mesud, thot dije se nëse gjunohu fshihet, Allahu do ta ndëshkon vetëm sa individ. Mirë po nëse gjunohu bëhet haptazi, le ta dinë gjithë se atëre ka për me përfshi shoqërinë tërësi. Umul Mu'minin, nana e besimtarëve, Zejnebi, thot se kur i dëgjoi pejgamberin Allahut se do të shkatërrohen njerëzit për shkak të mosires mirë edhe ndalimin nga e keqe, i tha ja Rasulullah, a do të shkatërrohemi edhe na, kurse në popullin ton ka të mirë, si është e mundshme që të ketë prezant njerëz që falën, e japin zekatin, adhurojnë Allahun, janë njerëzit xhairit, si ka mundësi ajo të ndodh? Çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha po, Allahu do ta ndëshkon tërësi atë popull, në tërësi atë shoqëri, në tërësi atë shtëpi, në tërësi atë vend, për arsye se në atë vend ashtu e keqja. E kur ngriten të mirë ta përmirësojnë, dije se atëre do të vijë të ndëshkimi i Allahut azza wa jall. Tradhira të mira dhe ndalimi nga e keqja, siç e theka, nuk është lojë, nuk është tallje, nuk është rit i cili duhet që të anashkalohet, po është shtyll ose më themi bosht madhështor i këtij dinit. Madje dietarët e kanë cek, sikur se shtyll e gjashtë e kësaj feje, nëse dëshiron përqendrim, nëse dëshiron largim belave, nëse dëshiron sukses, dëshiron lumturinë këtë jetë në ahiret, atëherë thirr të mirë edhe ndalon nga e keqja, nga se kjo është ajo e cila të përqendron, edhe kjo është ajo e cila ta jep lumturinë në këtë dunjë edhe në ahiret. E lut Allahun azza wa jall që ta bën nga ata të cilët thirrin të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. E lut Allahun azza wa jall që popullin ton ta vetëdison, të kijat nga populli jon t'i largon, edhe e lut Allahun që këtë popull ta vetëdison fetarisht, ta largon nga gjitha ato krime, nga gjitha ato idhujtari, edhe lut Allahun që të na bën neve dritë për popullin ton, i cili shkëlqen edhe i bashkohen karavanit të atyre të cilët e kanë përhap këtë fe, e jo karavanit të atyre të cilët kanë qenë pengues të kësaj fe. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.